Të nderuar miq, të dashur vëllezër dhe motra, me Krishtin nga ku jemi së bashku në takimin ton të përditshëm komenti i shkrimit shenjtë, jemi në datën 26 gusht dhe kisha ortodokse në këtë datë na nxit të lexojmë nga Ungjilli sipas Markut, kapitulli 3, vargu 20 deri në vargun 27, le ta lexojmë dhe ta komentojmë sipas hetave. Pastaj hyn në një shtëpi dhe u mblodh përse një turmë aq e madhe sa që as bukë s'mund të hanin. Dhe kur të afërmin e tij e morën vesh, shkuan ta marrin atë sepse flitej nuk është në vete. Kurse skripët që kishin zbritur nga Jeruzalemi thoshin, ai ka Belzebulin dhe i dëbon demonët me princin e demonëve. Por ai thiri pranë vetes dhe u foli me anë të shëmbulltyrave. Si mund Satanai të dëbojë Satanan? Nëse një mbretëri është përçarë kundër vetvetes, ajo mbretëri nuk mund të qëndrojë. Nëse një shtëpi përçahet kundër vetvetes, ajo shtëpi nuk mund të qëndrojë. Kështu që nëse Satanai ngrihet kundër vetvetes dhe është përçarë, nuk mbahet dot, por i erdhi fundi. Askush nuk mund të hyjë në shtëpinë e njeriu të fortë dhe t'i agrabit pasurinë e tij, pa e lidhur me parë njeriu e fortë, sepse vetëm atëherë mund t'i plaçkit shtëpinë. Kjo është pjesa që lexuam sot, pra nga Ungjilli sipas Markut, kapitulli 3, vargu 20 deri në vargun 27. Le ta komentojmë sipas etrave, jemi në vargun 20, pastaj hyn në një shtëpi dhe u mblodhën përsëri një turmë aq e madhe sa që as bukë s'mund të hani. Shikoni që Krishti kishte shumë njerëz që i shkonin nga pas, ishin njerëz që besonin, ishin njerëz kureshtar, po ishin dhe kundërshtar. Këtu kemi një shtëpi ku Krishti shkon dhe hyn dhe sipas interpretimit të etrave është ikonë e kishës. Krishti hyn në shtëpi me apostujt ndërsa turma vjen rreth tij. E njëjta gjë ndodh dhe në kishë. Pra edhe në kishë është Krishti bashkë me angjëjt dhe shenjtorët dhe kisha është apostolike sepse ka themelin apostolik dhe vazhdon veprën e apostujve në anë të fjalës dhe misterëve. Çështja është që në kishë vinë shumë njerëz, vinë besimtarë, po vinë dhe jo besimtarë. Këta mund të themi janë ajo pjesa e turmës. Dhe diçka tjetër, njerëzit e kërkojnë Krishtin aq shumë sa ai nuk ka as kohë as të hajë, na thuhet. Nuk është thjesht popularitet, është etja e njerëzve për shërim dhe shpëtim. Në një farë mënyrë është një lloj interesi. Prandaj edhe këtu na jepet një ikonë e turmës, turma që rrethon Krishtin mund na kujtojë edhe shqetësimet, pasionet dhe mëkatet që mbushin dhe jetën tonë njerëzore, të cilat na rrethojnë nga të gjitha krahët. Edhe ne mund të jemi vazhdimisht rreth Krishtit, por jo domosdoshmërisht brenda Krishtit. Pra mund të gjejmë turmës, vim në kishë, dëgjojmë fjalën e Zotit, marrim dhe misteret, por prap nuk kemi një takim personal me Krishtin, sepse jemi thjesht të përfshirë në një besim ritualist, tradit dhe jo në një marrëdhënie personale. Pra mund të kemi shumë aktivitete fetare, mund të kemi shumë fjalë, lutje, kërkesa, shqetësime, por dhe një pyetje, a po lejohet Krishtit të hyjë realisht në shtëpinë e zemrës sime dhe të më ndryshoj? Nëse neve vim në kishë dhe nuk kemi një ndryshim në mënyrën e të parit të jetës, vizioni për jetën, por dhe si përqasemi jetës në sfidat e saj, problemet e saj, atëherë mbetemi të njëjtë. Kjo tregon që neve në një farë mënyrë kemi harxuar kohën kot. Është si një nxënës i cili shkon në një klasë, rri atje, dëgjon mësuesin, por ai nuk mëson dhe në fund do të marrë një notë jo kaluese, pra do mbesin klasë. Njëjtën gjë ndodh dhe me neve. Prandaj duhet pasur kujdes nga mentaliteti i turmës. Thjesht ti je prezent. Nuk do thotë ti je prezent në kishë, por do thotë ti je i bashkuar me Krishtin. Jemi në vargun 21. Kur të afërmit e tij e morën vesh, shkuan ta marrin atë sepse flitej nuk është në vetë. Këto janë fjalë shumë prekse, sepse shikojmë një moment të vështirë për ata që ishin familja e Krishtit. Kush është familja e Krishtit? Përmenden në Ungjil vëllezërit dhe motrat e Krishtit. Por këta nuk ishin vëllezër dhe motra natyral, po ishin bijtë e Josifit që i kishte me gruan e parë, sepse Josifi ishte një burr i vet. Dhe e tërshenjta Virgjëresha Mari ishte në kujdesarinë e Josifit dhe vetë Krishti u rrit në atë familje të Josifit. Këta mund të quhet të afërmit, por mund të ishin edhe fis i kësaj familje. Patjetër që për Krishtin flitej shumë fjalë dhe ishte ngritur dhe shumë akuza dhe shpifje. Një ndër to ishte nuk është në vetë, është marrosur, është çmendur.
Patjetër që edhe familjarët e tij kishin një lloj ndikimi nga opinioni. Shumë Teofilakti thotë se ata e konsiderojnë sikur i kishte ikur mendja dhe donin ta ndalonin. Por shikoni se etët e kishte bën një dallim ndërmjet moskuptimit të familjarëve, por dhe të shpifjes së skripëve. Të afërmit nuk kuptonin çfarë po ndodhte, kurse skripët e shtrembronin me qëllim veprën e Krishtit, sepse donin ta demaskonin. Prandaj, kjo është shumë e rëndësishme. Ka dy lloj mosbesimesh tek njerëzit. Ai që nuk kupton me të vërtetë, por kërkon. Pra njeriu kërkon të besojë, por ka dilemat e veta dhe pyet, por prapë zemrën e ka të hapur. Por ka edhe njerëz që nuk duan të besojnë, por ata për të justifikuar mosbesimin e tyre shtrembrojnë të vërtetën. Kjo është shumë e rrezikshme. Prandaj, kur një njeri vendos seriozisht të jetojë sipas ungjillit, shpesh mund të dëgjojë: je bërë shumë fetar, po e tepron, nuk je normal, ka ikur mendja, nuk jeton si të gjithë. Dhe këto vijnë dhe nga familjarët, domethënë nga njerëz shumë të afërt. Prandaj mos çuditemi për këtë. Kur vetë Krishti në një farë mënyrë e mori këto nofka ose këto akuza edhe nga njerëzit që e donin, familjarët e tij, edhe neve do na ndodhi e njëjta gjë. Kjo ndodh nga mos kuptimi, jo nga keqdashje. Por ka edhe një grup tjetër i cili na stigmatizon nga keqdashja, sepse ka të zili, ka të smir, ose domethënë janë armiq të Zotit, armiq të vetes tyre, por armiq të shërbëtorëve të Zotit. Këta janë ata që nuk duan të besojnë, të cilët nuk besojnë për vete, por nuk duan të besojnë dhe tjerët. Prandaj këta stigmatizojnë shërbëtorët e Perëndisë. Por Krishti na mëson që nuk duhet ta masim veten me opinionin e turmës. Jemi në vargu 22. Kurse skripët që kishin zbritur nga Jeruzalemi thoshin ai ka Belzebulin dhe demonët me princin e demonëve. Pra, shikojmë skripët. Skripët ishin njerëz të cilët quhen sot teolog. Ata kishin zbritur nga Jeruzalemi dhe thoshin, duke përhapur këtë akuzë sepse ai ka Belzebulin. Prandaj është në të tillë situatë. Domethënë ka të parën e demonëve. Belzebuli përkthehet mbreti i mizave. Por kjo situatë bëhet shumë serioze. Ata nuk e mohojnë faktin që Jesu i dëbon demonët. Pra shikoni, por në vend që thotë që kjo është vepër e Perëndisë, ata e shtrembrojnë dhe kjo është vepër e Satanait. Dhe këtë bëjnë me shumë ligësi, me shumë djallëzi. Problemi nuk është se ata nuk e kuptonin veprën e Krishtit, po ata e kundërshtonin veprën e Krishtit me vetdashje. Dhe arritën deri aty sa të bënin një lloj akuze kaq dinake sa as djalli nuk i kishte vajtur mendje një gjë e tillë, mund të themi. Ata nuk mund të mohonin veprën e Krishtit, prandaj përpoqen ta interpretonin keq, që sikur nuk ishte vepër e Perëndisë, por e një frymë të papastër. Prandaj ky është një paralajmërim shumë i fortë edhe për të krishterë në çdo kohë dhe në kohën e sotme, sepse mund të kemi njerëz që na akuzojnë për gjëra që as nuk na ka shkuar në mendje, por dhe mbi të gjitha edhe të flasin kundër shërbesës së Zotit që na i ka caktuar Zoti dhe kisha. Dhe mund të ngrehen dhe akuza nga më të çuditshmet dhe nga më djallëzoret. Por nuk do të çuditen për këtë sepse këtë ja bën Krishtit. Kur ja bën Krishtit, do të na bëjë neve. Duhet dim se kur zemra bëhet ziliqare ose armiqësore, mund të shohë dhe të mirën dhe ta quajë të keqe. Njeriu nuk është gjithmonë i verbër sepse nuk ka dritë. Ndonjëherë është i verbër sepse ka ligësi, dhe nuk dëshiron ta shohë dritën, sepse drita nxjerr në pa të vërtetë. Jemi në vargun 23. Por ai thiri pranë vetes do foli me anë të shëmbulltyrave, si mund Satanai të dëbojë Satanan. Krishti i dëgjonte të gjitha këto, se si Perëndia ishte kudo, e dinte fjalët dhe motivet e njerëzve, por këto ishin dhe fjalë që thuheshin të haptasin në opinionin publik, por Krishti thot disa argumente jo me zëmërim. Ai arsyeton, i arsyeton turmës, jo vetes. Kjo është shumë karakteristike për Zotin. Ai zbulon absurditetin e akuzës. Domethënë, të kësaj akuze që kishin ngritur skripët. Nëse Satanai po dëbon Satanan, atëherë mbretëria e Satanait shkatërrohet nga vetvetja. Kjo logjike e Krishtit, ky arsyetimi i Krishtit patjetër e shkatronte gjithë këtë akuzë, sepse tregonte që ishte një akuzë pa bazë logjike, por vetëm nga ligësia. Krishti na mëson
këtu një parim shumë të rëndësishëm. Mos e pranosh çdo akuzë vetëm sepse është thënë nga njerëzit, duhet të pyesim, a është logjike, a përputhet me vërtetën, çfarë fryti prodhon ajo. Prandaj e para njerë nuk duhet të riqemi nga akuzat kur janë pa baza, por edhe kur dëgjojmë disa gjëra për vetë ose për tjerët, le t'i arsyejtojmë. Në qoftë se ndërgjegja nuk na akuzon dhe arsyeja i hedh poshtë, atëherë jemi qetë dhe të vazhdojmë rrugën. Jemi në vargun 24. Në qoftë se një mbretëri është përçarë kundër vetvetes, ajo mbretëri nuk mund të qëndrojë. Pra, vazhdon argumenti i Krishtit në lidhje me akuzën që i bën. Krishti përdor shëmbulltyrën e një mbretërie. Një mbretëri që lufton vazhdimisht kundër vetvetes shkatërrohet. Mëkati gjithmonë premton liri, por në fund sjell përçarje. Dhe këtu po flasim për mëkat. Njeriu mund të jetë i përçartë brenda vetes. Mendja thot një gjë, zemra thot një gjë tjetër, ndjenja një tjetër, veprat një gjë tjetër. Prandaj, pa Krishtin njeriu mund të bëhet një mbretëri e përçarë, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Prandaj edhe sot njerëzit janë me dy fytyra, me shumë fytyra, të tjera mendojnë, të tjera thonë, të tjera veprojnë, dhe kjo është një përçartje, dhe fatkeqësisht ndodh dhe midis krishterëve, sepse ka krishterim hipokrit. Pra, thjesht besojmë në Krishtin në mënyrë intelektuale, ose ndjekim disa tradita, por ne nuk jetojmë sipas Krishtit. Pyetja për sot që ne mund t'i bëjmë vetes është, a besoj? Po, besoj, por a është jeta ime në përputhje me atë që besoj? Dhe vazhdojmë dhe lexojmë vargjet më poshtë. Jemi në vargun 25, dhe nëse një shtëpi përçahet kundër vetvetes, ajo shtëpi nuk mund të qëndrojë. Argumenti i Krishtit vazhdon, dhe ai nga mbretëria kalon tek shtëpia. Një familje nuk shkatërrohet vetëm nga problemet e jashtme. Ajo shkatërrohet fatkeqësisht nga problemet e brendshme, nga individët e saj. Ky parim vlen edhe për martesën, familjen, miqsinë, kishën, shoqërinë, dhe pra edhe vetë zemrën e individit. Shtëpia jon, si them, është qenia jon. Pra, aty ne duhet jemi të kujdesshëm mos luftojmë vetveten, sepse ndonjëherë armiku më i madh i vetes tonë është vetja jon. Kështu që në një familje nuk është gjithmonë e nevojshme të fitoj dikush, duhet kemi paqe dhe konsensus. Ndonjëherë duhet të shpëtohet shtëpia sesa thjesht individi. Krishti na mëson se përçarja është një nga armët më të fuqishme të së keqes. E dim atë shprehjen përça e sundo. Prandaj falja, pajtimi, porësia dhe vërteta nuk janë dobësi, por forca që mban shtëpinë në këmbë. Pra, si në marrëdhënien familjare, por edhe në shtëpinë tonë përbashkët që është institucioni kishtar. Prandaj, e rëndësishme në kishë është uniteti. Dhe ai që përçan kishën, si thotë Shën Jango i Arti, edhe sikur gjak martirit i hapi, nuk i falet. Jemi në vargun 26. Kështu, nëse Satana ngrihet kundër vetvetes dhe është përçarë, nuk bëhet dot, por i erdhi fundi. Krishti e çon argumenti deri në fund. Pra, e kthem prap tek Satanai. Sepse Satanai ishte ai që kishte frymëzuar këta skripët dhe ngrin akuza kundër Krishtit. Nëse ai, pra Krishti, do të kishte aleancë me Satanain për dëbuar Satanain, atëherë Satanai do të kishte dëbuar ose shkatruar vetveten. Kjo është paradoks që nuk qëndron kurrë. Por Krishti po bën diçka tjetër. Ai po sulmon mbretërinë e Satanait, jo në bashkëpunim me Satanait, por kundra Satanait. Shën Theofilakti e shpjegon qartë, mbretëria e demonit qëndron në mbajtjen e njerëzve nën sundimin e tij. Nëse Krishti i shliron njerëzit, atëherë ai nuk është bashkëpunëtori i Satanait, por armiku i tij. Tu kemi një të vërtetë shumë të rëndësishme. Krishti nuk negocion me të keqin, ai shliron njeriu prej saj. Prandaj jeta krishtere nuk është thjesht të bëhem pak më i mirë, është një çlirim nga pushteti i mëkatit dhe kthim në sundimin e Krishtit. Dhe duhet kemi kujdes nga negociatat me të keqen. Kur nuk mund të bëhet negociata me të keqen. E keqja kur nuk bëhet e mirë. Aq më tepër djalli nuk mund të kthehet fatkeqësisht më në një angjëll, por ai mbetet djall, armik i Perëndis dhe armiku jon. Prandaj mos mendojmë se të tolerojmë pak të keqen, sepse e keqja nuk do na sulmojë. Përkundrazi, çdo mundësi që ne japim të keqes do ta shfrytëzojë. Kur e keqja pati guxim
të luftoj dhe sulmoj Krishtin, çfarë mund të bëj edhe me neve, dhe e keqja nuk na lufton thjesht drejt për drejt. Pra Satanai demon na lufton me njerëzit. Dhe kjo është lufta më e vështirë, sepse është një luftë që mund bëhet në një në ambient shoqëror, në ambient familjar, po edhe në ambient kishtar. Prandaj nuk duhet çuditemi për këtë, sepse ajo çfarë ndodhi Krishti i ka ndodhur edhe shenjtorëve, edhe në kohën e sotme. Por që neve nuk duhet i japim rëndësi. Jemi në vargu 27, që është vargu i fundit për sot. Askush nuk mund të hyjë në shtëpinë e njeriu të fortë dhe ta grabisë pasurinë e tij pa lidhur më parë njeriu në fort. Vetëm atëherë mund ta plaçkisë shtëpinë. Tani është kulmi i pjesës, argumentit të Krishtit. Kush është njeriu i fortë? Njeriu i fortë nuk është një mbret, por këtu kemi të bëjmë me Satanaj. Dhe kush është shtëpia e tij? Shtëpia e tij është bota. Krishti hyn pra në shtëpinë e Satanajt, sepse fatkeqësisht Satanai mori pushtet mbi këtë botë për shkak të mëkatit të gjyshor, të mëkateve tona personale, dhe është perëndia i kësaj bote, në thonjza flasim. Prandaj dhe Krishti hyn në botë dhe hyn në kohën në hapësirë për të prishur punët e Satanait, për të marrë shtëpinë atij. Dhe kush janë dhe të marrë pasuritë? Kush janë pasuritë? Pasuritë janë njerëzit, shpirtrat e njerëzve që ai ka robëruar, si për zgjalli, por dhe për së vdekurin. Shënta Filakti e shpjegon pikërisht kështu: Krishti nuk mund të quhet shërbëtori i demonëve, sepse ai është ai që mposhti dhe shqiron njerëzit prej pushtetit të tyre. Krishti ka lidhur të fortin dhe e ka kufizuar fuqinë e tij për të mashtruar dhe për të sunduar, duke i marrë njerëzit nga kurthet e tij dhe duke i bashkuar me kishën. Para se të vinte Krishti, djalli kishte pushtet absolut, mu themi, mbi njerëzit. Por me ardhen e Krishtit, djalli humbi këtë pushtet. Dhe siç thonë edhe etrit e kishës, tani ai është një qen i lidhur ose një qen pa dhëmb. Flasim për të krishterët, sepse ai pushtet ka tek ata që janë ateist ose jo të krishterë. Por çdo të thotë e lidhi Satanai. Nuk do thotë se Satanai është të zhdukur dhe nuk tundon më. Do thotë se pushteti i tij nuk është më absolut, tham. Krishti ka ardhur, Krishti e ka mposhtur djallin, sepse ai shfuqizoi mëkatin dhe vetë vdekjen. Por Krishti edhe vetë Satanai e ka lidhur dhe e ka hedhur në umner. Dhe Satanai dëshirohet pak para ardhjes së dytë të Krishtit, ku do ngrihet prapë në sipërfaqe në botë dhe do hyjë te Antikrishti, do jetë përpjekja e tij përfundimtare kundër Krishtit, kishës dhe besimtarëve, që do të jetë fundi i Satanait, i demonëve, i Antikrishtit dhe i gjithë së keqes. Prandaj neve duhet të dimë se Satanai është i lidhur, pra nuk e ka fuqinë absolute, dhe kjo nuk do thotë se ai nuk na bën dëm, varet sa ne i japim mundësi, siç thotë dhe Apostoll Petro, dhe Satanai ose djalli rreth e qark kopes, një luan i tërbuar që të hajë cilin do që ndahet nga kopeja. Prandaj duhet pasur kujdes. Ne kemi një luftë drejt për drejt me djallin dhe Krishti ja ka hequr fuqinë, por ai vazhdon të na luftojë dhe të na mundi nëse ne e lejojmë atë. Satanai është i fortë në krahasim me njeriu, por jo me Krishtin. Krishti e mundi atë, sepse është Zot dhe njeri. Prandaj, mos kemi frikë nga Satanai, as nga demonët. Çështja është që të kemi kujdes që mos të ndikohemi nga turma, nga akuzat, edhe të bijmë në dëshpërim dhe pastaj në ankim. Jo. Duhet të kemi gjithmonë parasysh figurën e Krishtit, durimin e Krishtit, argumentet dhe arsyetimet e tij dhe veprën e tij. Këtë bën shenjtorët, këtë duhet bëjmë edhe neve sot. Kur dikush na fyen, na akuzon, na stigmatizon, na pengon, të gjitha këto vijnë nga zilia e djallit, por fatkeqësisht edhe nga dashakësia e njerëzve, nuk janë gjëra të panjohura, por që ne duhet t'i përballojmë. Edhe fundit mund themi se djalli mund na tundoj, por ai nuk na mundot, mund na sulmoj, por ai nuk është fitimtar, mund na mashtroj, por ai nuk na gënjen përfundimisht, sepse ne besojmë në Zotin Jezu Krisht, që është Zot, është fitimtar dhe është i vërtetë. Pra, le ta kuptojmë dhe në diçka më personale, ndoshta njeriu i fortë është dhe vetja jonë, është egoizmi ynë, që Krishti vjen ta lidhi, pra egon ton, që ne të fillojmë një jetë të njeriu të ri. Prandaj, mund të bëjmë dhe një pyetje: a e po lejojmë Krishtin të lidh njeriu e fortë në jetën time?
sepse sipas hetërve kjo është pikërisht ajo që bën Krishti. Ai hyn atje ku njeriu është i robëruar, mposhtë armikun dhe e nxjerr njeriu në liri. Mendoj që këtu ta mbyllim edhe bisedën për sot, por takuar në takimin e ardhshëm. Deri atëherë, mirupafshim.